du më këthym fshat. Du me dita kam gjyshin gjalla dik. Nuk je gati. Presim edhe pak ditë edhe do t'ikim bashkë. Nëse kja letër ka ranë dorën tënde, do të thotë që unë mos jam. Po mos harro. Këtë dhej na ka lanë të parta. E na e kena amanet me mbrojt. Mos e le Kosovën dorë të huj. Kjo tokë është e jona. Nuk mujta me të patë u rritë. Nuk mujta me të përqafu herën e fundit. Po e di që e bo burë. E di që kime luftu. Jo veç për mu, po për kejt ata që s'kam pas mundësi me pa lirin. Një ditë, besoj kime gjetë paqe. Po deri atëherë, ti e mbrojtë si familjes, i tokës, i gjakut unë. Kujdeso për ta. Mbroj, mos u dërso kur. Bre gjysh. Nije mala, tri puta tovala. Nije mala, nije... Stani pičku ti materina! Stani! Staj majku ti jeben albanski majku! Pozići pičku ti materina! Pozići jeben ti žiptačku!
Komandant ka ardhur luma. Po le të hym rana. Eve burra. Mbrama burra. O, mirë sert. Hajde lum. Jep jo burr. Mi mrama. Mirë se na ke ardhur burr. Mirë si u gjeta, komandant. A pasët mundem rrugës, ajo? Me vështirësi, po mirë shkoj. Ua burra, lufta është e rëndë dhe e gjatë. Po shqyqyr zotit që e kem Shqipnin, e po na furnizon me armë. Pa Kosovë, Shqipni burra s'ka, po edhe pa Shqipni, Kosovë nuk ka. Hajde lum, jepi. Po është e vërtet, komandant. Ne jemi me ju deri në çlirim. Unë jam gati të kontriboj. Lum, faleminderit shumë për teje, po ti na dosh mu kanë atje ku je, burr. Se na do të furnizim, për arme për ushqim. Ti dush mu kanë e me nejt aty ku je. A morëm vesh? Si tjetë më e mira, komandant? Ti veç këtë punë bëne. Kjo punë shumë është më rëndësi për neve. Neve na duhet armë e ushqim burr. Këtë punë të e bë mas mirë ti. Emri jam është Arben. I kam 19 vjetë. Jam i gatshëm mu bashku në luftën për çlirimin e Kosovës. Po ti je djalë i ri, mor Arben. Serbët ma mbytën babën, nanën, motrën, gjyshin. Nuk kam kur gjë për me humbë. Komandant me leje, a mundë me marrën këtë djalin si përgjithësi? Ju e dini që më duhet asistencë dhe me pak ushtrime, në aksion e kam pa është i shkath, i shpejt, mund më ndihmu. Oj bes, i ri jo këtë djalë. Ka bë stërvitje këtë djalë, jo. Unë e kam stërvit. Lum, e i sigur që ka po flet. Besoj është i gatshëm. Bes. Këtë djalë është i ri. Po ti merë masi e në vijen e dytë frontit. Kjo përgjithësi o shumë e rëndë për ty ta kesh me dije. Mbaj afër. Gjalo, të kesh kujdes. Sa aja familje që ka ra, gjaku i ty në u boft liri për Kosovë. Në rregull, komandant. O bardh. E këshyre mirë qatë rrugë. Po e ngja shumë mirë. Tepi garanti me jetë. Se na jemi qituhit edhe di atë rrugë. E këshyre edhe në hartë. E kem këshy edhe në hartë. O komandant, e dim këtë rrugë për mensh. Me sy mshele e këtë rrugë. Djem. Sa do të më bo gati, edhe ti kalzojmë shkaut se kush jem. A jemi të gatshëm? Po, komandant! A jeni gati për luftë? Po, komandant! Atëherë, shkojmë ti, ndihmojmë brigadës 138 në rregull! Në rregull, komandant! Kadito! Qetësoni! Hajde! Drejtor Kosovës i modja. Jemi një të zanë, po. Zamë Kosovës je. Hadi Dardan, hadi. Dardan, Bardh,
edhe dren. Si urno, komandant? Po, komandant. Ju do të më njës tasht. Në vëzhgu rrugën mirë. Shkoni deri te reka e keqe, mos harrani. Atje takohemi. Në rregull, komandant. E shka nesa hosim diçka dyshimt. Nëse hasni dyshim, çka keni me bo? Gjunin ta. Në rregull. Duhet keni kujdes. Për çdo rast, dëgjohemi në radiolidhje. E mërë e këtë djallë njeri ka ardhur nga gurbeti, për diasporës, bujar. Po urdhër, komandant. Bashkan gjithë ju shokëve. Si urdhani? Në rregull, komandant. Mos u shqetëso. Lëvizim notën takumit të Reka Keqe. Rregull. E na, komandant? Jo që nërëni me mu. Rregull, Rregull, komandant. duhet kemi kujdes, duhet lëvizmi sa më ngadalë. Për çdo informat, në lemrën bardhi. Jemi në rregull. E çka nëse i shohin, komandant? Çkan që se i shohim. E din ata se çka i gjetë, që se i shohim na.